faleminderit. Përshëndetje zotëri drejtori i Qendrës Kulturore Turke këtu në Prizren, nën kryetar, komandant i Kejforit Turk, profesor i nderuar i informatikës në Fakultetin e Edukimit në Shpjetin në Universitetin e Prizrenit, udhëheqës i shoqatës e SNAP, që kontribon më të madhe në gjitha këto aktivitete, veçanërisht përshëndetje të veçanta, të përzemërta për zotëri Budin Berishën, i cili na ka tubuar sonte këtu për ta bërë këtë natë dimërore aq të lumtur me këtë eveniment kulturor, i cili e ka begatuar jetën kulturore të qytetit historik të Prizrenit. U përmend edhe nga praporësit e mi se zotëri Budin Berisha, përveç që ka kontribuar në arsim, gjatë jetës së vet ka kontribuar shumë edhe në krijimin e këtyre veprave artistike të artit pamor, art të cilin qytetarët e Prizrenit me shkallën e kulturës së vet që ka të ngritur e çmojnë dhe dim ta çmojnë. Prandaj po them se gjatë këtyre ditëve sa do të jetë e hapur kjo ekspozitë, do ta kënaqin shpirtin e tyre qytetarët e Prizrenit, dashamirët e artit pamor, duke i shikuar me kujdesin më të madh këto vepra të rëndësisë së veçantë artistike që janë punuar nga duart e arta të zotëri Budin Berishës dhe nga mendja e tij e ngritur. Unë ju uroj shëndet dhe suksese edhe matutje në këtë krejtari. Faleminderit.